Përshëndetje, si që shifni jam në kushte shtëpie, sepse isha duke bërë punët e shtëpis, edhe veç kur më bie zilja. Edhe më kanë ardhur 3 porosi. Një është e vogël, nga Temu. Një është kjo e madhja. Është edhe e tjetra. Kështu që kemi 3 pako për të hapur. Për të gjithë ata që më ndjekin në Instagram, unë e kam thënë që do rregulloj balkonin e vogël që kam te dhoma sipër, sepse do bëj Get Ready With Me. Unë së shpejti do bëj një reels, po disa reelsa me Get Ready With Me, pra do vishem dhe do kombinojmë sipas stilit tim, dhe këtë gjë dua t'rregoj edhe juve dhe do shpërndaj me ju në Instagram. Edhe për këtë gjë mua më duheshin disa gjëra që të zbukuroja ambientin, ku unë do filmoj dhe do bëj reels për Instagram, sepse doja që ta bëja në balkon këtë gjë, jo tek dhoma, duke qenë se është gjita natyrale në balkon edhe del shumë bukur dhe pastër veshja. Ndaj më duheshin disa gjëra dhe këto gjëra unë i porosita në Temu. Dhe mua më kanë ardhur tani, kam gati 10 ditë që i kam porositur, diku tek 10 ose 15 ditë. Kam porositur disa gjëra të tjera dhe për zjarin që më duheshin. Ndaj më kanë ardhur 3 porosi një herësh. Kisha kohë që po e prisja. Tani fillova me t'i hapur. Në videon e radhës do kemi si të sistemojmë balkonin sipër te dhoma, që të bëj unë videot për Instagram. Dhe do t'a rregullojmë së bashku, do t'a dizenjojmë me gjërat që mua më kanë ardhur, ndaj do ju t'rregoj edhe juve sot. Këtu kam një llampë të tillë dhe doja për zjarin kur të flej. T'ja qoj të. Që nga afërsisht si ajo që kam. E kam një të tillë. Kjo është me drita. Kjo është me dritë kështu portokalli. Thjesht do një kokarikusi edhe është okej. Prit nëse e kam këtu një, po e pas kam e do të provoj që t'rregoj tani direkt. E kam dhe një të tillë si kjo e kam porositur, por ajo është me ngjyra LED. Nuk është portokalli si kjo. Po e vë dhe po e t'rregoj. Por duke qenë se nuk po arrin sepse ka fishin e shkurtër, kështu duket. Sidomos natën do bëj këtë pamje në mur. Veç duhet që të jetë natë, sepse tani këtu është ditë edhe ka kaq pamje. Tani do hapim pakon e dytë. S'presin as gërshërët, në. Nuk dashtë. Njerë që mora gërshëru nuk presin. Këtu janë 3 kremra, janë për një shoqen time. Ajo i donte, nuk e di që lloj kremrash janë, por s'po i hap fare. Me që se janë të saj. Tu s'u di fare që kam porosis, po mbaj mend në. Që ka një palë syzer roz me xham të bardhë. Shikoni sa të bukura. Këto syzet i kam marrë për kombinime. Duken shumë bukur edhe forma. Më pëlqejnë. Por duhen kombinuar sigurisht, sepse kështu nuk shkojnë. Tjetër. Ky është kostumi i zjarit, mos gaboj. Është një kostum gri. Janë me tutat e shkurtra për verë. Edhe bluzja është si tip... është e shkurtër. Mendoja se ishte si kanatiere, por jo.
që nga me kratë të shkurtra dhe me kapuq. Shumë e bukur. Edhe materiali është super, është si pambuk, si kjo që kam veshur. Po i lëm janë këto se duhet që t'i laj. Këtu është një super fustan për mua, po e lë pak për në fund. Wow, këtu është një bluzë shumë e bukur. Për mua, ok, materiali së gjë. Për shikoni pak çfarë lexon. Është ajo kënga. E kam marrë të bardhë, oversize, edhe me këtë shkrimin që është shumë i bukur. Edhe këtë po i la për të larë. Tjetër, kam marrë një shallë të tillë. Nuk është shallë, është si punë shamie, që vendoset tek xhaketat ose në flok, ku të doni ju. Është katrore, por bëhet 3 këndësh. Por e doja me këto ngjyra, që nga shumë e bukur. E doja për të vënë tek xhaketat kështu, ose e lidh tek qafa. Në mënyrë të tillë mund të bësh diçka të bukur, ose edhe në flok. Si mund gjallë me këto në flok? Thjesht duhen kapur flokët mirë. Ja kështu diçka e tillë. Ja të vë edhe këto syzet. Tjetër kemi këto angjetat e zeza më duket. Po. Janë angjetat të zeza, të holla. Edhe me këtë vijën kështu, duket. Dhe këto pas kanë super material. Këtu janë pijama për mua. Vdes për pijama, i kam shumë qejf. Janë të zeza. Prit. Janë me tuta të shkurtra, i kam marrë masa small dhe kam bërë shumë mirë sepse pas kam prerjen të madhe. Janë masa small. Edhe bluzja është si punë këmishe. E tillë. Me këtë zemrën këtu dhe me xhep. Që ka shumë të bukura. Ka një palë pijame të tjera me ngjyrë bezh. Po më duket nuk janë pijame, është vetëm një si punë këmishe, me sa mbaj mend. Si hapet kjo? Po. Është si punë këmishe me një rip të beli. Po, ajo është. Këto më shumë kam paketime. Është gjatë, jo. Okej, është kështu. E ka edhe ripin për të beli. Dhe është si këmish nate. Të krahët është me detajet të zeza. Dhe është e tillë. Nuk është shumë e gjatë. Përfar se për zjarin që i bën pis gjithmonë kur ha. Duke qenë se ishin dhe lirë. Unë i kam 3 copë. Mora edhe një të tillë. Ngjyrë portokalli. Këto janë shumë të mira për bebat kur hanë ushqim, sepse ndihmojnë disi. Ata bëjnë pis prap normal, por që këtu është një kostum me këmish. Është si set lino me tuta të shkurtra. Ky është për të dalë, po që nga shumë i bukur. Janë këto tutat me këtë fjankon. Edhe këmisha me krah të gjata. Sa e bukur. Edhe kjo me këtë fjankon këtu. Dhe materiali që ka shumë i mirë. Këto i ka marrë masa. Nuk pas kanë masë fare. Small. Është një super kapele zej.
është ky stili cowboy. Wow, sa e bukur. Qa rëzova aty? S'ka që. Prit. E ka materialin, super. Pse duket kafe? Duket si kafe aty, është trembluar pak kjo nga pakoja, për do ta rregullojmë. Po në fakt është e zezë, nuk e di pse duket kafe. Mi prishi flok. Po pra, është e zezë. Kjo është një tjetër shami. Do të tregoj edhe këtë. Edhe këtë doja për në flok, ose si që tregova me atë rozën, njëjta gjë. Ups, si nxora këto. Këto janë rroba plazhi. Sa të bukura. Kjo ngjyra roz me të kuqe që nga një kombinim perfekt. Ka edhe këto zemrat kështu si detaje që uroj të mos nxjihen. Tjetër, pijame të tjera. Ka marrë shumicën për verë të gjitha. Këto janë, sa të bukura. Janë në ngjyrë bezh, i ka marrë masa medium këto, pse? Ç'në medium? Po që mirë pas kam bërë. Shikoni sa të bukura. Janë të lehta, materiali super i këtyre. Edhe kjo si këmish, por me zemra dhe me xhep. Këto më pëlqekan shumë. Ecim me tjetrën. Këtu janë badi për zjarin. Po jap. I kam pak flokët keq, po s'ka gjë. Mos si shifni flokët e mia. Janë këto dhe janë 1, 2, 3, 4, janë 5 badi. Është kjo, duke qenë se zjarit i kam filluar ushimin tani dhe po i bën të gjitha rrobat me njolla, edhe i doja veç për të ndruar. Është kjo që nga shumë e bukur. Edhe kjo me vija. Është me ngjyra. Është dhe kjo portokalli me boqelli. Do ja vesh të gjitha, veç më duhet që t'i laj. Tjetër, është një si quhen këto, lule dekoruese për veshje. Por këtë në mos gaboj e ka marrë për në qafë. Po, më duket, po. Për në qafë, ose për ta vendosur në për këmisha, ose xhaketa, por doja që ta kisha kështu. Që ta kem për ndonjë veshje të bukur kur të dalë. Tjetër është kjo gjëja shumë e bukur. E kush tha që vetëm djemt mbajnë kollare, edhe nuk mbajnë gocat, por shikoni sa e bukur që është, o zot. Ka edhe këtë që kapet sa të duash ti tek qafa. Të vendoset kështu. Kjo shkon shumë me bluze bust për në verë. Sigurisht përveç këmishave. Shikoni pak, është e punuar me gur edhe me perla. Nuk e di, kjo ishte diku tek €1. Po, në mos gaboj €1 e gjys, por ja vleka, është shumë e bukur. Këtë nuk po e vë për në lavatriçe se kam merak, duhet ta laj me dorë. Është një jak. Është me pulle. Prit, t'ja tregoj kështu. Se tani jam dhe veshur pak trash për këtë. Por rri kështu. E ka pullen këtu, që vendoset edhe rri kështu, edhe mund ta kombinoj me çdo veshje tjetër. Shumicën e gjërave ka marrë veç për kombinim, sepse më duhej. Për rrobat që unë kam këtu. Ç'është është kjo? Nuk e di ç'është kjo. Më duket vath. S'po më lë etiketa që ta shikoj. Au, sa të bukur. Që kanë me zemër roz. Shikoni pak, sa të bukura. Sa cute.
Dhe këtu ka diçka tjetër, po dhe këtu vath më duket se janë. Po. Janë këta vathët jeans, sepse këta I doja për një palqis me jeans që kam bler së fundmi. Edhe më kombinoheshin me këto. Wow, sa të bukur. Kur t'i kap flokët edhe të vendos këta, e di që të duken shumë bukur. Mund t'a lë zjarin këtu ullur edhe në balkon, kur rri me ne. Është e tillë, fryet kjo, edhe kjo ngrihet, kështu është mbështetëse për karrige, dhe kjo është si punë timoni që ai të luaj. Dhe këtu para vendos këmbët. Por kështu nuk duket, duhet të fryet që të duket. Por do ta fryj Angelo pastaj. Këtu janë një super palë vath të tjerë. Se erdhem drejt fundit të qeses së dytë, kemi dhe një tjetër të madhe për të hapur. Shikoni pak sa të bukur këta vath. Është një këtej dhe një këtej. Në ziva presje t'i va. Okej. Kjo po më të rejtë shumë që ka një gjë roz. Është një fustan I shkurtër, pas trupit, por me këtë të hedhur në kështu në qafë, sepse unë e vesha që tani. Por e ka ngjyrën super, shikoni dhe materialin. Këto janë tuta të vogla. Edhe një bluzë shumë e bukur me jak. Po kjo ngjyra që nga shumë e veçantë. Është 6 deri në 9 muaj. Si ngjyrë as jeshile as ku diun. Si ngjyrë preshi. Ashtu do të thoshte mami po ta shifte. Këtu, ua, sa e bukur kjo. Kjo është një çantë që e kam marrë për zjarin, për t'i vendosur diçka kur dalim, domethënë, edhe ja kam bërë me emrin e tij, që nga shumë e bukur. Edhe këtu mund të vendos pampersa kur dalim, mund të vendos kremin e diellit që duhet tani me se s'bën, në një balë çorape ose në një badi që ta ketë nëse do më duhet që të bëhet me djerës edhe do më duhet që ta ndroj, ja vendos këtu dhe pastaj fus te çanta e vet. Edhe ja, sa bukur ja kanë bërë emrin. Edhe një arush. Kam marrë edhe kjo është e fundit. Kam marrë edhe diçka për veti për make-up ose diçka. Një çantë e vogël. Por që ishte shumë cute, prandaj e doja. Shikoni sa e bukur. Është me zemra. Ka edhe këtë gjë kështu. Okej, nuk është shumë e madhe, e zjarit është më e madhe, por shqyr që është më e madhe ajo, sepse aty do më duhet të mbaj më shumë gjëra se sa këtu. Këtu mund të mbaj vetëm diçka të vogël. Në një make-up të vogël që mund të marrë me vete kudo që shkoj. Është okej. Tani po hap këtë perlën këtu, që do më pyesni të gjithë për kodin, sepse e di që doni ta blini. Wow. Ky është shumë I bukur, prandaj e lash për tani, përpara se të hap pakon tjetër. Është një super fustan, mua më pëlqen që nga ngjyra, materiali, edhe prerja është yll, është I gjatë, po I bëj shumë reklam, po ju se keni parende. Është I tillë. Mbrapa kurrizin e ka të hapur të gjithë, dhe është I gjatë deri në fund të këmbëve. Ky është një super fustan. Përpara se t'ju tregoj këto, mos prisni më të jenë rroba, sepse këto janë dekoret e balkonit që po ju thoja. Dhe kaq ishin rrobat. Ç'është kjo? Kam porositur një gjë, po nuk e di ç'është.
Më duhet të shoh të telefoni. Më duket se janë që ka një zhgënjim. Mendoja se ishin piktura për në mur, por ideja se ishin nga ato telajot gati, por kjo është vetëm robë. Nuk e kam lexuar mirë. Ja sa ta hap pak. Është një shkop koti. Janë piktura supozohej të ishin. Por është vetëm një robë. Është kjo, ishin 3 copë, s'da shka tu hapë përka. Është kjo, e di që të vret pak syt, nuk e di për që i doja ato. Është kjo tjetra. Është edhe kjo. Po treja këto vihen me njëra tjetrën, por si që thash unë i dija se ishin të laja dhe thjesht do më vini dhe unë do t'i vija në mur, ja si kjo. E dija se ishin kështu, por nuk janë kështu, sera kjo tani. Janë veç robë. Tjetrën, këtu është një tavolinë e vogël për dekor. Kjo ka bërë vetëm 5 euro. I ka dhe këmbët këtu. Si është do montuar, vendosit kështu. Të montuar, por unë do ta montoj tek piktura tjetër. Tjetër kemi një kuti, po e hap. Kjo është për kuzhinë, është një mbajtje për kapsulat e kafes. Sa e bukur. Këtu janë disa shkopa për të vënë perde. S'po i hap ato. Këtu duhet të jetë një si punrafti që varë rrobat. Jo të gjitha rrobat, sigurisht. Edhe ky është si fund dekori që të vendosë rrobat, nuk e di nëpër dyqane nëse keni parë. Janë ato raftet e vogla, si shkopinj, që mund të varësh 5 rroba me numër aty, se më shumë nuk mban. Dhe ka marrë në ngjyrë të zi, po ai është. Këtë do më duhet të më ndihmoj Angela që ta montoj. Kështu që doja t'rregoj të video e radhës. Këto janë perde të bardha që i doja për te balkoni dhe janë si tyll. Si që thash, dua që të lejoj dritën që të hyjë. Janë goxha të holla. Janë kështu. Thjesht këto më duhet dhe që t'je kuros se u dukur kanë kështu shumtuar. Do më hapin punë tani, unë u rejt të hekuros. Do të thras mamin. Tjetër është një tapeti vogël i rrumbullakët. Këto e ka marrë në shumë mirë. Se lëviza kamerën pa dashje është kështu. Në ngjyrë bezh me vija gri. Këtu janë varëset e rrobave, si që ju të tregova. Janë të zeza. Dhe këtu janë disa kapse
Se do jenë të ndonjë gjëja aty brenda që se di as vetë. Okej, këto janë ta hap dhe t'ju tregoj. Këto janë gjica që vendosen tek muri për mos të bërë vrima në mur për shufrat e perdeve, se shufrat e perdeve janë ato të vogla që ju tregova. Dhe këto ngjiten në mur edhe kapen këtu tek kjo. Edhe e mban kjo. Edhe nuk ke nevojë më, sepse kjo nuk peshon siç e pat te ju, perdja ishte vetëm tyll. Por janë shumë si këto. Ka marrë diku tek 3 pako ose 4. Dhe këtu është një perdje tjetër, sepse ka marrë 3 top. Dhe kjo është perdja e fundit. Dhe kapsja e fundit. Mbaroi dhe kjo qesja. Kaq ishin gjërat që kisha porositur. E preferuara ime ishte fustani i verdh. Edhe kjo kollarja këtu. Më shkruani në komente se cila gjë ju pëlqeu më shumë, më pyesni nëse keni dëshirë që doni diçka edhe ju nga këto dhe doni që t'i porosisni, më pyesni mos se keni problem fare, do ju kthej përgjigje të gjithëve sapo të mundem dhe t'i shoh mesazhet tuaja. Kush do të më bëj follow në Instagram mund të më bëni, edhe të shihni reelsat që do hedh së shpejti me Get Ready With Me. Do të shihemi në videon e radhës ku do të jetë dekorimi i balkonit. Edhe tani do më duhet që ta mbyll këtë video dhe të fus të gjitha këto rroba që më kanë ardhur për të larë. Dhe ju pus fort të gjithëve, ju përqafoj dhe shihemi, mirëpafshim.